Kjo është xhamia e Sinan Pashës, e cila ndodhet në qendër të Prizrenit, përballë Ljumardit, e vjetër 400 vjet. Kjo xhami ka mbijetuar periudha të ndryshme historike dhe mbetet aktive edhe sot. Ndërtimi i saj ka nisur në vitin 1607 dhe ka përfunduar në vitin 1615 me iniciativën e Sinan Pashës, një zyrtar i lartë i perandorisë osmane. Që në fillim, kjo xhami u mendua si një objekt madhështor, gjë që vrihet në arkitekturën e saj monumentale. Ajo karakterizohet nga kupola e madhe qendrore, minarja e lartë dhe elegante, si dhe harmonia e elementeve tipike të stilit osman të shekullit 17. Por historia e kësaj xhamie nuk është vetëm histori ndërtimi dhe bukurie arkitekturore. Ajo ka kaluar nëpër periudha të trazuara historike dhe ka qenë disa herë në kërcënimin e shkatërimit. Në fillim të shekullit 20, në një kohë kur shumë objekte fetare islame u rënuan, përfshirë edhe xhaminë e Burmalis në Shkup, më 1924, edhe xhamia e Sinan Pashës u përball me rrezik serioz. Madje deri në fund të vitit 1940, ajo mbeti e dëmtuar dhe nën kërcënim të shkatërimit total. Gjyqi i qarkut të Prizrenit kishte nxjerrë një vendim për rënimin e saj me arsyetimin se gjoja ishte pronë e kishës serbe. Megjithatë, përkundër këtij vendimi, xhamia arriti të mbijetojë duke mbetur si një mrekulli e ruajtjes së trashëgimisë historike dhe kulturore. Sot, pas më shumë se 400 vjetësh, xhamia e Sinan Pashës vazhdon të jetë aktive për besimtarët dhe një nga atraksionet kryesore turistike të Prizrenit. Ajo nuk është vetëm një vend lutjeje, por edhe një simbol i qëndresës, historisë dhe identitetit kulturor të qytetit, duke lidhur të kaluarën më të tashmen në mënyrë të gjatë dhe domethënëse.